Përshëndetje të gjithëve, ne sigurisht kemi një tjetër rubrikë përbërëse të këtij emisioni, që është pikërisht rubrika jone të ftuarit, e cila nuk na ka munguar në asnjë program fundjavë në Apollon, ku kemi pasur në fakt kënaqësinë për të patur të ftuar në studio të fushave të ndryshme. Kemi pasur këngëtar, aktor, kemi folur për politikën, kemi folur për sportin, kemi pasur në fakt mosha nga më të ndryshme të cilët kanë ardhur dhe kanë parakaluar pikërisht në programin fundjavë në Apollon. Sot kemi nderin dhe kënaqësinë që të kemi të ftuar në studio Mihal Pripsi, është një qytetar fierak, posedues dhe mbrojtës i vlerave muzikare dhe qytetare fierake. Mirëmëngjesi, unë ju falenderoj që pranuat ftesën për të qenë pjesë e këtij emisioni. Ju falenderoj dhe ju për ftesën që më bët. Jam shumë i kënaqur dhe i gëzuar dhe kështu qofshin gjithmonë. Faleminderit dhe në fakt sot ne do të flasim për traditat qytetare fierake. Do të ndalemi më tepër për të folur për jetën tuaj, por njëkohësisht do të flasim edhe për traditat tona, traditat të cilët disa prej të cilave janë trashëguar brez pas brezi dhe sa të tjera kanë humbur me kalimin e viteve. Edhe sa e vështirë është kjo dhe në fakt na vjen të gjithëve keq që kanë humbur disa prej vlerave, por që gjithsesi traditat të reja po vinë dhe ne shpresojmë që të trashëgojmë brez pas brezi. E përpara se të ndalemi te kjo, unë dua që të kthehemi vite më përpara. Të flasim pikërisht për fëmijërinë tuaj, e cila ka qenë në zonën e Semalit, në fshatin Shëmpjetër, apo jo? Fëmijëria sigurisht, si e çdo fëmijë tjetër, ka shumë ëndra, ka shumë dëshira, ka shumë pasione. Cilat kanë qenë dëshirat tuaja dhe pasionet tuaja të fëmijërisë? Dëshirat e mia dhe të fëmijërisë dhe pasionet e mia ka qenë unë rrjedh nga një familje punëtore, unë jam punëtor, më parë kemi qenë me punë. Kemi qenë të qenë agranor me punë. Nga puna, tash lindi dhe dëshira. Më kujtohet kur isha në shkollë, një poezi e Naim Frashit. Punëtori mi ngrit që me natë, pa dal mi dielli me qedhe shatë, narë vetë me gaz, punon me dëshirë dhe dreka si qasë, hajpi mirë. Unë këtë poezi edhe sot e kujtojnë me vetë time, se është një poezi shumë edukative. Edhe ajo më bëri mua që unë t'ive detyrë vetës të shkruaj mbi të gjitha. Me kalimin e kohës, me hallet e jetës, atje në fshat mbarova një 4 vjeçare, deri nga 55-56, u bë kooperativ, unë erdha në qytet. Këtu në qytet u futa në punë Marangos. Aty në Marangos nuk isha kohë, isha i vetëm, isha i lodhur me fëmijë u bëra, nuk ja rrit do të vazhdonja shkollën mi, po për të lexuar lexonja shumë. Kisha qejf sidomos poezitë lexonja shumë. Edhe kështu më lindi frymëzimi vetë ditë nga ditë për të shkruar. Edhe ja rrita që të bëjnë 2 libra me poezi, që më duket janë një thesar dhe janë një dokument që bjen erë njeriu. Bjen erë njeriu. Bjen erë njeri. Këto bezi që kam bërë unë bjen erë njeri. Kështu që vetëm pas disa vitesh në fakt, ju vendosët për t'i botuar poezitë tuaja, të cilët mund të themi se ishin mbledhur vit pas viti dhe ka qenë një pasion i hershëm juaj, por që gjithsesi ky ka qenë vetëm thjesht një nga pasionet tuaja, sepse ato kanë qenë të shumta në fakt gjatë gjithë jetës. Profesioni juaj është profesioni i berberit, është pasion, është dëshira apo është një traditë familjare? Më përpara kam qenë Marangos. Pastaj mbas Marangosit u bëra berber. Berber jam bërë në spitalin e celularit Fierit. Atje kam patë një mik se kam thënë sot një thodi fjalë urt popull mirë, miku mirë dhe Regjenetit. Ai më hoqi nga Marangos dhe më çoi në spital. Atje në spital kishte nevojë për berber. Unë ai pasioni im që doja ta mësonja dhe zanatin berber, më tha mua, ik merr ato veglat dhe qethja ata kalamajt, më tha mua. Edhe unë kështu bëra. Më mori ajo sekretarja e spitalit, vajtë morë materialin, fillova të punoja. Po nuk dinja të punoja, me thënë drejtë se të punoja berberë që je shumë e madhe, se atë ishte atërin ishte me dorë, me maqinë dore. Qa bëra? Vajta tek një shok, kolegë dhe i thash atë ore, kam një halë, kështu i thash unë do të bëjmë berberë ati, po nuk di, nëso ju thaj, do marrë një kungull thaj, da ngullë me shkopta dhe kungulli tha ka braza, më tha mua, dhe do përdorësh dorën ati, më tha mua. E kështu bëra, vajta në shtëpi, ngullë një atje dhe fillova tak, derisa më thova dorën. Pastaj fillova edhe të qeth kalamajt, nga qethe kalamajt, fillova të ruaj edhe të smurt. Kështu fillova një zanatëri dhe me pasion dhe me dashuri shumë të madhe. I cili zgjati për sa vite?
30 vjet. Për 30 vjet. Cilët janë disa prej kujtimeve apo nostalgjit të këtij profesioni? Në një rast të veçantë apo janë kujtime të cilët të gjitha mund të jenë rezervuar? Jo të rezervuar, po këto janë me gjithmonë se unë kam patur dhe në kavajtur në përdasma, kam rruar edhe në durr. Atëherë, le të ndalemi pak këtu, sepse unë i prezantova në fakt shikuesve tanë që do të flasim për traditat dhe përdasmat që kanë qenë në atë kohë, apo jo, myzeqare. Dhe një prej këtyre traditave ishte edhe tek dhëndri, apo jo? Më trego pak më tepër rreth saj. Në shiko, dhëndri, unë ta filloj nga fillimi punën e dasmës, do të gjithë. Mirë, dakord, më trego pak si bëheshin dasmat përpara disa viteve. Cilat kanë qenë traditat myzeqare? Traditat myzeqare kanë qenë që e para ishte me lajmësi, me lajmësi. Lajmësi vinte tek i djalit dhe tek i vajzës, gjenjën fjalën, më thonë të bëjë dhe lajmësi dilte garanci për të gjitha gjërat me të përgjegjësisë se nuk shikosh atë të vinjë ta shikonte djali vajzën dhe vajza djalin. Më thonë të bëjë. Ata shiheshin vetëm ditën e fejesës? Ata ditën e fejesës nuk shikojnë ata. Ata shikojnë ditën e martesës. Dhe ditën e martesës, kur dhëndri vinte që kur vinte bëshën dasëm, që vinjën krushit, vinte dhëndri, që ndronë të 3 vetë vinte nusja rrinjën pak atjen dhe ajo me mullurë nuk e shikonte, me duvak. Do të thotë që dhëndri nuk e shikonte nusën deri ditën e dasmës? Ditën kur vinte që vinte kurorë. Sot na duket pak absurde ta shikosh nusën ditën e dasmës. Lajmësi i merrte të gjitha përgjegjësitë? Lajmësi merrte të gjitha përgjegjësitë, do të bësh garant se aty është ajo forca e divorcit, lindin sherrë me disë njëri tjetrit dhe mande përgjegjësi lajmësi. Se gjithë fisin, gjithë njeriu, se ku do vinë ta merrte çup, nuk do të që ideali ishte karakteristikat e çdo e atë familjes. Çfarë vlere kishte familja? Apo kishin këto karaktere të dy me njëra tjetrin? Po kishin këto, pastaj fillonte bësh marrëveshja. Ne të vazhdojmë me traditën e dasmave. Sot kohët kanë ndryshuar, në fakt, secili prej nesh është i lirë që të zgjedh atë që dëshiron që të ketë për krah, dëshiron atë që të ketë partner gjatë gjithë jetës. Madje shpeshherë ndodh që mund të bashkëjetojë disa vite dhe më pas të shohë se nuk është personi që ka kërkuar, kështu që të ndrojë dhe të shohë një tjetër. Ju si shihni këtë lloj marrëdhëniesh ditën e sotme? Pa lajmësi, por me dashuri. Pa vlerë për mua. Pa vlerë, pse? Pa vlerë se nuk ka garanci. Mendon se nuk jemi të aftë apo ne të rinj, do të thotë që vendosin për të kurorzuar një dashuri, nuk janë të aftë për të zgjedhur personin e jetës së tyre, duhet të jetë dikush tjetër? Do një farë pjekurie, pa garanci asnjë gjë bëhet. Unë tash po bëj një poezi për mësues kujdestari, që është baza kryesore e familjes e shkollës, që duhet i çojnë fëmijët gjithmonë kur të vinë vitin e parë, bangun e parë një çupa një djalë. Që këta të kenë një farë dashuri, një farë respekti me një tjetër, një anëtarësie. Prandaj shkolla duhet të ketë psikologë dhe mësues kujdestar që ti ashtu ti psikologjikojnë fëmijët çfarë vlere kanë mirë, sa aftësi e kanë. Edhe këta duhet edhe tek lidhja. Edhe te lidhja. Dhe këta në sikur janë dy bashkë. Edhe prindërit ndjejnë një farë gëzimi, do të thonë që ne kemi të dy fëmijë të bashkë. Edhe këtu lind edhe një farë miqësie, pastaj mund të lindin po e familjes. Edhe nga kjo familje pastaj mund të lindë edhe dashuria, po me mirë kuptimin e gjithmonë të prindërve. Ju nuk jeni dakord sot për lidhjet pa lajmësi? Jo. Lidhje pa një të tretë, pa një garant nuk kam. Është e pa vlerë. Ja si po ndodhin, gjithë me divorce. Mirë, atëherë si shpjegoni ju që lidhjet atëherë kanë qenë të suksesshme, nuk kishim kaq shumë ndarje? Mos ka qenë për shkak të paragjykimit të shumë që ne kishim dhe mbase njerëzit edhe nëse nuk kishin ose për shembull çifti mbase nuk kishte dashuri ndërmjet njëri tjetrit, por që për shkak të paragjykimit të njerëzve të thjeshtë ata arrinin ende së bashku apo? Jo, gjithmonë ishte dhe miqësia. Po të ishte miqësia mirë. Pra kishte respekt reciprok njëri tjetrin. Po të ishte respekt, ishte dashuria. Nga respekti vjen dhe dashuria. Fuqin e karakteret. Këto janë mendimet në fakt që duhet ketë patjetër një lajm të tretë. Mirë, atëherë lajmësi merrte të gjitha përgjegjësitë apo jo? Po. Më pas bëhej fejesa, sërish çifti nuk ishte parë me njëri tjetrin. Jo, nuk shikohet çifti fare, ishte parë çifti. Mua më duket pak absurde këto, por që kam shumë kënaqësi për të dëgjuar se ka qenë. Grazie. Tham, kryesori ishte lajmësi për këtë punë. Po. S'kishte gjë tjetër, edhe babaj me nënën. Po.
Ashtu dhe. Vinte babai I lajmësi dhe thoshte, Mihale, unë kam I qupë të mirë për djalin tënd. Je dakord ti po kush është thoshte babai? Filani. Mi po, jepte edhe një farë garanci ose një farë tolerancë që të pyeste babain nëse nuk e njihte. Po ta njihte I thoshte po, dakord, Vasil. Ta supozojnë se Vasili lajmësi. Edhe kështu vinë këto, I bëjnë muhabetet, I piqin në një kafene që I thoshin atëre, kishte edhe atëre. Kafene, vinë atje, njëshin mik me mik, pi një rakit, shkojnë në shtëpi, jepin atë sigarikin atje, edhe kështu vazhdojnë. Vine koha pastaj, lajmësi mbedhe prap, po këtë punë lajmësi, I bashkonte prap, kur të puqin kuqet që këta do martojnë fëmita, po do bësh dasma. Vinte te qupa, pastaj vinte te djali, filan datë thoshte do presim ditë, për shembull ditën e shtunë të diel një të datën e saktuar. Caktoj datë martesës. Po, të martesës. Edhe fillojnë ndaj një ftesat djali për të tit, qupa për të tit, ashtu nde. Edhe fillonte javë dasmës që tenten. Fillonte kënga hapës këngë mblidhe si fshati, hapin këngën, me I shjepshin shamit. Pastaj të premten bëheshtë ajo zënia e brumit, më thonë të bëjo. E këndosh një këngë aty janë që brumët me se zijet, brumët me mjalte me qumsht. E disa ritualet të tjera. Edhe bëjnë si thash dy kulaçe të mëdhaja, bukë të mëdhaja, me dy fëmijë të vegjël, një çupe një djalë, edhe e gatojnë brumët edhe e zinjnë brumët dhe e mbulonte nëna. Edhe dyja dhe kush do vinte më përpara I djalit apo I çupës. Ashtu edhe kur vinte, njeri që nuk ishte ardhur nga ata, gjoja thoshte nëna që është dembele nusja ose djali, se kishin vënë shenja. E çupës dhe djalit. Nëse, vinte puna që nëna do ta pikte bukën, edhe do bënte gati për nusja kur do vinte nusja. E po që bukën nëna bukën, e kemi të fjalën të çunit tash. Erdhi koha, ditët mblidheshin miqësia, shoqëria, edhe do ruaj një dhëndri. Ishte një rregull atëre që dhëndri fshihesh. Më thonë, edhe vinë e gjenjen këta, shokët, pjesë dy shokët të ngushtë të dhëndri. E vinë e me saze, e binin aty e uleshin, e pastaj fillon të kënga. Pastaj më para fillon të nëna me baban. Mi na bëre bukën, na bëre more djalë, që na bëre këtë dasëm. Gëzove nëna e baban. Pastaj e merrte e radhën daja me xhaxhan. Edhe këta hidhen në një dhoro berberit aty, mblidheshin kënga dhe vallë dhe saze nuk pëshonjën. Një gëzim shumë I ngrohtë, shumë I përzemërt, shumë I dashur, shumë I respektuar, më thonë dhe panaj, aksidente, patute për të tu. Pastaj ngrihesh dëndri që këtu shkonte vinte tek në dhomën e veshjes. Ati mblidheshin gratë, edhe këndonjën, edhe thoshin. Edhe vishën e dëndri. Po edhe vishën e dëndri, edhe thoshin Vasil besh ty dhe shtëpis, që I robet e djaleris, vi robet e dëndëris. Do në bejo. E ndëronjën djalin, e nxirin shokët nga dhoma, mliqi misia me radhë të takojën, kuajt ishën përgati, e hipin djalin lartë në kalë me gjithë shok, krushqiet gjithë me radhë, në këtë kohë kishin edhe një ditën e njëjtë bëhesh një bajak, tash bëhesh një bajak me tremoll, që e merrte një djalë, që e mbante lart. Edhe shkojnë te nusja, niseshin gjithë me sa dhe të kënduar. Vinin aty, prishin krushit, I fuseshin brenda krushit, edhe ti. Mas 10 minutash I ngrihesh dhëndri me gjithë dy shokët e tij dhe vinte te nusja, në dhomën e nusës atje ku ishte nusja, që ishte bërë nusja që. Nuk e zbulonte. A koha nuk e shikonte? Jo, nuk e shikonte. Nuk e shikonte, jo, seriozisht po. Edhe I këndilin, sa dilte dhëndrin që kalzonte pragun më fal, ai I bajakut kishte 3 mollë. E I hikte se ato mollët ishin Çfarë simbolizonin? Ato simbolizojnë atë shenjën e martesës, gjenjën nuset mirë, po të merre një nga ato mollë, ta hanje gjenjën nuset mirë, jo e fati, tregojnë një fat ato. Edhe kështu quheshin shunat gjithë kush të merrte. Mi po ai kishte te bareku ishte më I fortë. E çfarë bënte u andante shokëve këta shpejt. Ne kështu që ti e merrin nusën, I kin dy këndor, atje me qerre, merresh me qerre nusja. Me daja burazerin. Po. Quhet, daja burazerit lart në qerrat. E ktheheshin krushit në shtëpi. Vinte djali, kur vinte djali, nëna I priste. E merrni nusën. Me merrin nusën, pa I bin me qerrat e mi dhe lajmsi. Tash ai daja burazerit me qet. E zbrisin aty, dilte nëna përpara dhe I jepte bukën që kishte pjekur, do thon ditën e janë, e kuptove? Po. Edhe
Do ta fusim brenda, para se ta fusim brenda, aty te përpara kishin një ashtu një kup me mjalt. Kup me mjalt, po. Gjente duhet, mos edhe. Kjo ka mbetur edhe sot e kësaj Sot edhe vinte te pragu shtëpisë, gjoja të mbërësonte familjen, të mbërësonte shtëpinë, gjithë ato. Futeshin brenda te. Përpara se të futin te pragu kishin një kup me verë. E derte nusje me kemë dhe e derte edhe sot. Për të prishur syret gjoja është ajo kupa me verë. Futeshin brenda. Aty ku futeshin brenda, ulishin 2 plaka me dredhurlesh, me furka. E parasyshë? Këto edhe djalë, daja i Burazeri, djalë i vogël i Burazerit. Që djalin arrinte me një frenë në dorë. Djali i Burazerit. Këto plakat do të thoshte që si punojmë neve, të punojnë edhe nusja. Si punojnë plakat, të punojnë edhe nusja, me që erdhi këtu në të derë. Atëre, fabrika me madhe ishte të zgjau. Po të dinje të zgja, ishte universale. Edhe, që da e Burazerit, që unë mante një frenë në dorë, do të thoshte nusës që do bësh kështu se temi neve, forca ose diktaturë, mund të thoshte sa ja. Ato tradite, thoshte të mashkulli. Mirë, t'ju pyes edhe për diçka tjetër. Unë di që mbase nuk ka qenë pjesë e traditave të zonës së Myzeqes, por më duket se në veri nusës në paj vjeshin edhe plumba nga babai. Kjo nuk është e traditave myzeqare. Jo. Ne vijim kryqin. Kryqin. Ka vënë kryqin. Ne kemi pa gjithmonë kryqin. Edhe rrobat bëshin me kryqin. Pëse neqet, pustanet në të zgja bëshin me kryqin. Po. Ndërsa këto plumba simbolizonin që nëse nusja nuk do të sillej mirë apo do të donte bashkëshortin, atëre ai kishte të drejta mbi të edhe për ta vrarë madje. Ato. Por që nuk ka qenë pjesë e traditës Pjesë e tonë myzeqare nuk ka qenë. Kështu mbyllej edhe dasma. Po kështu mbyllse edhe dasma, gëzimi, shtrohesh dreka, mblidheshin gjithë, merri këngë valle, rakia pish gjithmonë me dolli, nuk pish. Oli hajde ta pisi domu, si pin sot për shembull. Mbën dasma je, se kush pi, e se kush nuk pi, se kush bi dolli nuk merret vesh. Aty kishte një rregull. Ai daja, që është kryesori i familjes. Donte ai merrte dollin, ngrite rakin dhe jepte me shëndet me radhë se ishin të ulur të njerëz në tavolina. Edhe e merresh me radhë të pi shëndeti i shiftit për para, pastaj pi shëndeti i prindrit, pastaj fillonte i kruqive me radhë dhe gjitha këto. Edhe kështu deri në fund dasma mbaronte për mrekulli, as me sherrë, as me zarare. As pa zarare. Disa prej këtyre traditave sot ne nuk i kemi, kanë ndryshuar, por disa ende janë trashëguar deri në ditët e sotme. Ju vjen keq që kanë humbur këto tradita? Më vjen shumë keq. Shumë keq, jo keq, por shumë keq. Ju keni shkruar se jo, sepse mënyra e vetme në fakt që ne t'i ruajmë këto tradita është edhe duke i lexuar, duke i dëgjuar, për shembull siç na i treguat ju këtu mua personalisht që shumica për këtyre gjërave nuk e dija, por jam e sigurt edhe të shumë shikuesve tanë të cilët janë të rinj nuk i dinë këto gjëra dhe është mirë që t'i dëgjojnë dhe të shohin se cilat kanë qenë traditat tona të para edhe për organizimin e këtyre dasmave. Mirë, dhe përveç ruajtjes dhe përveç njohjes së mirë të vlerave qytetare fjerake, ju përveç këtij pasioni keni pasur edhe pasione të tjera, që është pikërisht edhe pjesëmarrja si një aktivist i mirë i ekzekutimit të këngës dhe të vallës myzeqare, apo jo? Po. Na flisi pak më tepër rreth aktivitetit tuaj. Po. Unë më ftuan në grupin e myzeqes Semanit. Aty ishte një. Dhe përgatitën një grup për të vajtur në kavallët të Greqisë, me në krye vllas Kallamatën. Ishte ajo. Atje ishin një 10 shtete. Çeki, Poloni, Llavi, Kipro. Ishte konkurs? Po konkurs, për shumë mirë, domethënë neve atje ndolëm zum vendin e tretë. Po. Edhe ti, u kënaqëm shumë na çonë për pika të ndryshme, si për shembull ju vini një grup këtu i çojmë në Vlorë, në këto pika turistike. U kënaqëm shumë dhe dham një kontribut shumë të mirë atje. Mbetëm shumë të kënaqur. U kthejmë Qandejan, erdhëm këtu. Ju vazhdoni që të ishit pjesë aktivist gjatë gjithë aktivitetet të ndryshme të cilet mund të zhvilloheshin edhe këtu brenda për brenda? Edhe ishim, po ne u bën disa shkputje se fillon bëhen grupe të tjera, më kupton, fillon grupe të ndryshme tashti. Edhe kështu që u shmeti në punën e vet, domethënë. Ja, për këtë u ashtu.
Mirë, ne do të ndërpresim për pak çast bisedën tonë, do të vazhdojmë sërish, por në këtë moment transmetojmë një këngë përshëndetje dhe rikthehemi pas pak në studio. Ju faleminderit. Tani diçka tjetër, atë s'u lapsin kështu sepse ngjan keq në mikrofon zhurmë, ha? Mos e kërcit këtë stirolapsin. Po, më fal. Kyç. Se prandaj shkëputëm. Mirë. Elektrona. Mirë, tani shqetësoni 2 minuta. Do flasim për votime tani. Po. Kush është i pari? Mjali. Ky i pari, ky i pari. Është i pari. Mirë, përpara se ndalim me qëse folëm për vallët, do japim ku vajti Bledi. Të vi pak tani se do japim të fotot. Te ka që forës pas ka qyve? E po ndihet nga mikrofoni. Më fajtë këqit. Ka që? Dere dhe në jemi gjatë atë së shkeqë. Bledi. Të Bledit. Do japim pak këto Bled. Tani. E do të fokusojmë nga afër. Edhe kaloj një nga një. Po. Mirë. 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 Bisedë këndshme, na tregove gjëra të bukura. Kështu. Dëgjoj, këto janë shiko. Populli thotë e ke vend tash jo. Jo. Shiko, përpara se të bësh një bizetë, populli tregonte një barsolet të bukur. Do të bësh për shembull, çfarë një lloj tollë, që ta lidhem bizetën me kërkesën që bën zotrotet. Më kujtoi një skenë shumë e bukur. Mbesa ime e vogël, mamaja do bënte byrek, edhe filloi të çonte sitën, pecin, gjitha këto gjëra. Edhe i tha, ajo mbesa, "Na mami, çike këto tha?" Po merren me gjërat me radhë ke qenë, na tha. Gjyqja. Çohet peci tha, çohet mielli, çohet ujë tha, edhe fillohet bëhet gatimi. Më kupton ti? Me radhë. Edhe pastaj fillon bizeta, domethënë kam lexuar një revistë, jo kam lexuar, të dëgjoj një ditë, na qenë shikojmë ditë në televizorin, një analist tha i kollaj për të pyetur tha, po është zor tha për të kthyer përgjigje. Po që përgjigjet na që ka ato kuptimin e vet mas serisë të bizetës që bëjmë neve. Bashkëshortja jo? Bashkëshortja ime. Po. O Ilo, gati? Gati? Okej. Jemi rikthyer sërish në studion e këtij programi. Në fakt folëm në këtë pjesë të parë me zotin Mihal Pripsi që kemi të ftuar në studio për traditat myzeqare fjerake, folëm për traditën e dasmës, na tregoi kuriozitete shumë të bukura, zakone të cilët kishin qenë vite më përpara, por që shumica për tyre sot në fakt kanë humbur. Gjithsesi ne vërtet ishim shumë të interesuar për të ditur se cilat kanë qenë ato. Më pas folëm edhe për një tjetër pasion tuaj që ishte pikërisht kënga dhe vallja myzeqare. Këtu ne kemi disa foto që shpresoj që regjia të më ndihmoj për t'i afruar fotot. Ja ku jemi këtu me kostum popullor, apo ja? Po. Këtu me një mikun tuaj, besoj? Po. Ja ku kemi edhe fotot që na keni sjell. E ruani ende kostumin popullor, apo ja? Po. Këtu është ndonjë aktivitet? Po. Cili aktivitet është? Me ku, me atë... Atëre ja, e shohim bashkë? Me ku? Kjo është e kavallos, ku kam ish kjo është në Greqi. Kjo është e Greqisë. Ky është aktiviteti në Greqi ku ju keni qenë pjesëmarrës? Po. Në grupin Ansambli Myzeqeja. Ndërkohë këtu? Aty janë riparim shërbimet. Kemi patë grupe këngë valle popullore. Këtu janë disa prej fotove, këtu shohim një foto me nipërit dhe mbesa tuaj, apo ja? Me nipërit dhe mbesat e mia. Ndërsa këtu, një foto me bashkëshorten. Me bashkëshorten. Mirë, atëherë këto ishin disa prej fotove ku ju pam me kostum popullor, ju pam duke zhvilluar një tjetër prej pasioneve tuaj që ishte kënga dhe vallja myzeqare, por më treguat që pasioni i hershëm i fëmijërisë tuaj ka qenë pikërisht edhe poezia. Ju keni shkruar poezi dhe pikërisht është ky libri, i cili titullohet Ditari Udhët e jetës. Pse ky titull? Ja ku e kemi këtë libër. Faleminderit për atë, si thash, për prezencën që më bët.
Ai libër dietare udhë jetë, megjithëse çdo njeri ka një udhë jete, se si e kalon jetën ai. Edhe si e kam kalon, unë jam rritur jetim pa nanë pa baba, domethënë një tip muzikari. Edhe nga ato më shtyti diçka që të shkruajnë vete. Lodhjet e mia, punët e mia, hallet e mia, të jetës time, po tonë vetë. Edhe i vëra detyrë vetes. Edhe si të thash, më nxiti shumë gjithmonë ajo poezia na infrashit. Është apo jo. Edhe bëra një libër që i përshtatet kohës edhe mua, domethënë është një libër shpreh ndjenjat tuaja, ndjenjat e mia, të gjitha qoftë për muzikjarët, qoftë shkrimtarët. Pra çfarë temash keni prekur ju më tepër tek libri juaj? Çfarë ju pëlqen më tepër që të trajtoni? Poezi për çfarë? Për natyrën, për njerëzit, për punën, për dashurinë? Për të gjitha. Domethënë është një libër universal për mua, se kam shkruar unë. Domethënë është një libër që bie erë njëri. Po, është një libër, nuk është me voluminoze të mëdha. Po i kam përshtatur kohës. Domethënë çam ka ndodhur, çam ka parë syt. Ëh. E në fakt ky libër është botuar në vitin? Në duket mend. Para disa vitesh apo jo? Po, para, në vitin Ne kemi disa pamje, pikërisht për urimit të librit tuaj, të cilët po i shohim në këtë moment, Ditari udhët e jetës, një libër me poezi, e unë do kisha dëshirë që të lexoja një prej poezive të këtij libri. Për shembull, nuk e di rastësisht të hapa librin këtu dhe në Sarand. Në Sarand, po. Është një poezi e bukur? Shumë e bukur. Mirë, atëherë po recitoj dhe për të gjithë ata të cilët janë duke na ndjekur. Moj Sarand e bukur, perla bregdetare, nga ti shikon me mira dritare. Ngrita kokën lart, syri çfarë shikon? Shqiponja dy krenore me krah fluturon. Fluturo moj Shqipe, se qëndron e lirë. Populli i Sarandës e do demokracin. Ne qëndruam tek pista, o sa bukurim. Dritat ngjyra, Sarand lumja tim. Pasuri prallore, si në mal e në det. Lum ku shijon dhe i ndjen lezet. Pulbardhat me krah, anës fluturojnë, peshkatarët me varka, rjetat lëshojnë. Ja i nxjerrin në rjetat, peshkun e ngarkojnë, e nxjerrin në breg ose sa gëzojnë. E marrin tregtarët, kush e kush më parë, qa e qojnë në mensa, qa e pjekin në zgarë. Bjerë peshku o që kënajsim, tavolinat plot, verë dhe rakim. Ja fillon dollia me shishe me gota, të gëzuar në qofshe me vlezër me motra. Hipëm dhe në varkë, frynte fladi let, varka e se shpejt, mbritëm në Ksamil. Qëndroj mbi bregore dhe bëj se hirë, e shikoj Sarandën, e shikoj Ksamil. Ngrita kokën larg, të uroj Perëndin, hodha syt për qark, të mallkoj njërin. O njëri me mend, pse nuk e ndërton? Dhuratën e Perëndis, ti po e shkatron. Ndenja pak, u çlodha. Veshët s'po më dëgjojnë. Bilbila thellëza, bashk po këndojnë. Ikëm dhe më tutje, mbëritëm në Putrind. Një thesar i madh mbetet për zbulim. Ne e vizituam diellin në Perëndim. Naimin kujtova, s'la gjë pa vlerësim. Vërtet shumë e bukur poezia, duket si një udhtim në fakt. Në këto vargje të cilët ju keni shkruar, tregon tamam udhtimin dhe ndjenjat që keni përjetuar nga ai, apo jo? Nga ai piknik që kemi shkuar në Sarand. Poezitë tuaja nuk janë fantazi, janë ngjarje të vërteta të cilët ju i keni pasqyruar nëpërmjet vargjeve, apo jo? Po, midis shpirtit janë poezi shpirtërore. Poezi shpirtërore, të cilët shprehin ndjenjat tuaja. E në fakt, çdo gjë e bukur në jetën e njeriu t'ia vlen që të kujtohet, t'ia vlen që të hidhet në letër, sepse në fundit kur kthehim kokën pas, atëherë shohim dhe kujtojmë ngjarje të jetës tonë, të cilët vërtet kanë bërë jetën tonë. Ato ngjarje mbas ato momente, të cilët shpeshherë mund të duken si vogëlsira, ato kanë ndërtuar jetën tonë, të cilët
Shumë të marrë. Ne mundohemi për të lënë një gjurmë, edhe gjurma më e mirë, kush është? Ja, e kemi këtu të dokumentuar, apo jo? Libri. Te fjalët i merera, por shkronjat nuk vdesin. Ato nuk vdesin asnjëherë. Ditari udhët e jetës, pjesa e dytë, apo jo? Është një tjetër libër me poezi, Me poezi. i cili është vazhdim. Në vazhdim, po. Në vazhdim. Sërish poezitë janë dedikuar të gjithëve. Të gjithëve. Tërë me zëqes, gjithmonë për muzikjen, pra të i vendin tim të bukur. Vendlindjen. Ta marrë gruan muzeqare. Po. Është një tjetër poezi. E mirë. U kam dëshirë për ta lexuar. Të lexoj edhe një tjetër poezi nga pjesa e dytë e këtij libri. Ta marrë gruan muzeqare, ta ketë qafën si sorkade. Edhe faqe si djath nape, sy gështënj vetur qerpalle. Do ta marrë gruan fisnike, kur ta shoh si reze drite. Kur ta shoh në tavolinë jam i ngrënë e jam i pjerë. Goca tona muzeqare, nga bleta nuk dallojnë fare. Jam punëtore për shtëpi, krah për krah me burrin e ri. Kur në anë, ku në lëndin, me temina plot shamin. Ruan fytyrën mos e nxin, që të joshi dashurin. Shumë e bukur, sërish mbetemi tek tradita muzeqare, apo jo? Mirë, dhe pas botimit të këtyre librave, keni shkruar dhe keni filluar duke shkruar një tjetër botim të ri? Keni menduar? Kam, gati. E keni në plan, jeni duke shkruar, apo jo? Megjithëse vitet iken, ju sërish të vazhdoni që të jeni më në formë se kur? Moza nuk të le. Pardje, kam bërë një, ashtu, dhe bukur do të jap të shikoj të lexosh edhe këtë. Fshati tim. Fshati tim. Po. Mirë, është e fundit fare, nuk është e botuar në asnjë Jo, nuk libër, është, apo jo? po. Kisha kohë pa vajtur unë në fshatin tim. Arat edhe rrugët po ndjenin gëzim. Sa doli nga porta takova Themin. Themi u me buzëqeshje. Ku jemi ku im? Osa u gëzova, osa kënaqësi kur takom fshatarët bëhesh më i ri. Bashk me Themin, ashtu qet, dolëm në përara, plot me bereqet. Hodha syt nga fushat, ose sa gëzim, dhen po kullostin qerat në lodrin. Çobani me krabën, mu në balë prin, fyellit duke i rën, e thur melodin. Dhen duke kullotur këmborët ushtojnë, mizat karkalecat nga gjumi i zgjojnë. Si për dallandyshet me krah fluturojnë, i hanë si ushqim, ose sa gëzojnë. Te kjo tokë e mirë, te kjo tokë e gjerë, ushqehen të gjithë, Zoti e ka bërë. Arkitekt natyra ka bërë mbrekulli, por Zot më i mirë, jeti Jo, njeri. Hape, hape. Ka akoma. Prandaj duhet mësuar, shkolla duhet për diturim, që ta bësh më mirë edhe me cilësim. Bashk me Themin shkuam në Misrishte, kur u futëm brenda, se dije se ku ishe. Kur dolëm në krerë osa bukurim, unë nga gëzimi këputa një kallim. E zhvesha avash, ashtu qet. Themiu më shikonte dhe buzëqeshte vet. Ishte misri njom, si i thonë, ushtre? Po, ushtre, bra. Do ta ha Themi, ky na ka rritur ne. Themiu me buzëqeshje në mes do ta ndajmë. Na e ndau Themiu, ose sa i njohëm në fillim e puthi, më pas e shijuam. Te kjo tokë e lirë, te kjo tokë e gjerë, duhet të shërbejmë, se ashtu është me vlerë. Muzeqar të dashur, muzeqar të mirë, me shumë dashuri, te kjo tokë e lirë. Një poezi kushtuar fshatit tuaj, një poezi e cila sërish ishte në lëvizje, sërish çfarë kishit përjetuar e keni hedhur në letër. Dhe unë shpresoj që në radhë të parë të keni shëndet të plot, të keni lumturi dhe të vazhdoni të shkruani ndjenjat tuaja. Ju faleminderit. Unë i falenderoj që ishit në studion e këtij emisioni. Dhe unë ju faleminderit për respektin që më bët në këtë emision të Apollonisë. Është një kënaqësi për ne që ju kishim sot këtu. Edhe për mua shumë. Na treguat kuriozitete
Dhe pam vërtet se si vitet kalojnë, por që ende pasionet vazhdojnë që të mbeten në shpirtin e njeriut. Pikërisht këto pasione dhe dëshira e madhe për të jetuar e mbajnë gjallë njeriu dhe shpresën për të vazhduar dhe për të shijuar çdo ditë. Ju falenderoj edhe një herë, ndërkohë ju falenderoj edhe ju të dashur miq të cilët qëndruat në shoqërinë tonë. Shpresoj që të keni kaluar një mëngjes të këndshëm në shoqërinë e emisionit fundjavë në Apollon. Mirupafshim të gjithëve, kalofshi një ditë të bukur. Ju falenderoj edhe mua për respektin. Falenderoj.